Shqipëria ishte e pafate dhe nga pika e bardhë e penaltis, teksa ka barazuar pa gola përballë Serbisë në arenën kombëtare, në atë që cilësohej si ndeshja më e rëndësishme e kësaj fushate kualifikuese të botrorit 2026. Sfida nisi me ritëm të lartë nga të dyja skuadrat, por kuqezinjt ishin më agresiv duke tentuar disa herë drejt portës me Mitajn dhe Laçin. Gjithsesi, shansi më i artë ishte ai në fundin e pjesës së parë me Hysajn, i cili fitoi një 11 metërsh, por Rejmanaj u ndal nga portieri Petrović. Pjesa e dytë ishte gjithashtu me ritëm të lartë, me Brojon dhe Uzunin, që u shkëputën disa herë në krahun e djathtë, ndërsa Bajrami gjithashtu kishte një shans të artë për të ndëshkuar serbët në minutën e 72, por tentativa e tij u ndal nga Petrović. Në minutat e fundit, skuadrat tentuan të surprizonin njëra tjetrën, por nuk ishte më raste të pastra, duke ndarë pikët pas vëshëllimës së fundit të Bilbilit nga arbitri. Kështu Shqipëria vijon të qëndrojë në vendin e dytë në renditje me 4 pikë, teksa takimi tjetër do të jetë ai pas 3 ditësh kundër Letonisë në transfert. Ndeshja është ndjekur me emocione edhe në Vlorë. Qytetarët e Vlorës, por dhe pushuesit që kishin ardhur për të kaluar fundjavën në qytetin bregdetar, kanë shijuar ndeshjen e kombëtare son me Serbinë, të organizuar në zonat publike apo baret dhe restorantet e qytetit. Emocionet kanë qenë të shumta, edhe për faktin se shpesh përballjet me Serbinë marrin dhe nota nacionalizmi dhe politike. Megjithatë, rëndësia e kësaj ndeshjeje ishte e madhe, ku përveç stadiumit të mbushur, takimi Shqipëri-Serbi u ndoq edhe në zona të ndryshme të qytetit, ku pati ankth dhe emocione. Në fund të gjithë u gëzuan barazimit, i cili na mban në vendin e dytë të grupit K, me Anglinë që ka marrë Aratin.